Ndërkohë që unë kisha rreth 20 veta. Se ishte halla, kush ishte? Ishin hallat, ishin burrat dhëndrit, burrat e motrës, ishin gjithë familjarët tjerë, ishten çunat e hallës, ishte daja që ishte në Tiranë, do të thënë kishin ardhur familjarët që nga Kosova dhe ishin mbledhur me këta familjarët që ishin në Tiranë. Ky është një zakon që është i përgjithshëm në Kosovë apo ndodhi me familjen tënde si dashuri ndaj teje? Është deri diku e përgjithshme, por në këtë rast nga që isha nga Kosova dhe kishin më shumë mall si duket dhe u duk një arritje, ishin goxha krenar për mua dhe erdhën gjithë. Në momentin e parë që i pash, u stepa më thënë drejtën se të prezantosh para familjes dhe nuk e dia do hynin brenda apo jo. Dhe doli profesoresha, shefja e departamentit, bashkë me dekanin dhe thanë, po, ata njerëzit aty tha, pse po presin? Pash janë familja ime, po kush tha se janë shumë njerëz, tha. Pas kanë ardhur duket me autobus, gjithë tha nga Kosova, i thash, po kanë ardhur gjithë. Mirë, tha, merrit e prezantimi dhe ishte ndjenjë super, super e veçantë dhe ndjenjë që nuk do rikthehet më të prezantoje temën e diplomës, ato arritjet që kishe ti për 3 vite para familjes tënde. Dhe ndërkohë që shifje lotët në syrin e babait dhe mamait dhe